Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Vëllezër dhe motra kudo që t'jeni, në Kosovë, Shqipëri, Maqedoni, në diasporën e afër dhe të largët, të gjithëve ju përshëndesim me assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dhe gjithashtu, për këtë fitër Bajram, prej sante, që jam bashkë me juve në incizim, o bëjmë për hajër fitër Bajramin. Allahu a pas të pranu agjerimin, namazin, zëqatin, sadakan, rëquin, taravit, të gjitha që i kini bërë gjatë këti mujtë. Inshallah, në këtë mujtë, keni akumulu prej besimit, imanit dhe bindjes, që të vazhdojmë më tuti. E që edhe prej të hanës që vjen, mund të filloni dhe të agjeroni 6 ditët e Shewalit, ato të cilat ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, kush i vazhdon mas Ramazanit 6 Shewalin, 6 ditët, si kur të agjeron është një vit, dhe më thanë 30 ditë, 300 ditë, 6 ditë, 60 ditë, e kështu më radhë. Kurse këshilla ime për këtë fitër Bajram është, mas namazit Bajramit, të i vizitoni prindet e juj, mas pari. Jo si kur që e kini adet të i vizitoni varezat të vdekurit. Jo, mas pari vizitoni prinderit e juj, ata kanë nevoj për vizitën e juj. Ata janë të përmaluan për ju, sikur që ju jeni të përmaluar për evlat, për fëmijët e ju. Mandej në Bajram është haje dhe pije. Këto 3 ditët që do t'i kemi e gjuma, e shtumë dhe e diell, janë ditë haje dhe pije, hareje, vizite, zjarete, zgjatje dorës, përqafim e kështu me radhë, që të shkëmbenin me zveti edhe dhurata. Jo vetëm në shtëpiat e juja, po edhe të vëllezërit e juj, të motrat e juja, të dajallarët, axhallarët, tezet, hallat, edhe më gjerë, edhe kryshit, të cilët nuk i keni asgjë prej anës farefisnore, ama komshiu të cilin e ka përësit Gjibrili, shumë duke i thënë Muhammedit a.s. Komshiu, deri sa tha pejgamberi mendova që dhe të më bën trashëgimtar. Kështu bahuni të knaqur me kryshit, me këtë, sepse ymeti Muhammed a.s. din të përjetoj vllaznillëkin dhe dashurin. Në fund të kësaj fjale, theni kamën e shejtanit, hiqne inatin prej qafës. Shejtani mund t'ju ketë hypë në qafë, tash 10 vite, tash 20 vite, tash 30 vite, ose edhe 20 vite. E kini inat vllaun, e bani hased motrën, e bani hased dajën, apo xhaxhajën, apo hallën, apo tezën. Hiqne atë litarin e shejtanit nga qafa e ju, merë 1 kilogram hurme, merë 1 litër qumsht, tamël, merë 1 kilogram kos, merë një 2 buk, e shkoj e bani vizit. Pse me bon këtë vizit? Allahu Gjellëshanuhu ditën e gjykimit, 2 persona do t'i kërkon. 2. Ejnë al-mutahabbine fija, o ejnë al-mutazawirine fija, fa u dhilluhum fi dhilli, tahta dhilli, jo me la dhille illa dhilli. Që do më thanë kjo thanje e Allahut në hadithin kudsi, kuj kam ata që kanë vizituar njëri tjetrin, kuj kam ata që e kanë dashur njëri tjetrin për hir time dhe vizit për hir time, për hir të Allahut, kuj kam, Allahi po e lyp ditën e gjykimit, që të i mbrojnë në hijen time, atë ditë kur nuk do të ketë hije tjetër, veç hija ime, hija Allahut, pra rahmeti, mshira e Allahut subhanahu wa ta'ala. Kretë çka duhet ju thëmë vëllezër dhe motra deri tash, largoni ju hasedit, largoni ju urrejtjes, që
qelë në shpirtin o vlla, qelë shpirtin o i motër. O vlla, banu musliman, duaja të gjithë dhe të mirën që e dënë për veti. O i motër, banu muslimane, dëshiroja të tjerave motra atë që dëshiron për veti. Mos rrinë në shtypjen e shejtanit, të aj mësynsh, të ky magji, të aj sihir, të ky inat, të ky haset e kështu më radhë. Allah i na udhëzoft neve të gjithve, na ktheft në dinin l'Islam hak, edhe na mundsoft me bo punë të mira e të mara. Ju përshëndes në natën e Fitër Bajramit, edhe njëherë kretë kush na dëgjoni, duke ju thonë u knaqshi këto ditet. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.